Mirë se vini zonë dhe zotëri dhe një podcast që quhet Shihemi në sy. Good guys, they're good guys. Është plako kush më imitonë më portokalli. Nuk të kam parë kurrë me syrin që të studioj dhe të imitoj. Mirë tani je duke u marrë përveç portokallisë që ka pauzën e vet, me çfarë? Siç ke ditë podcastin tënd, un kam një emision tim në radio në Paper Radio. E ke menduar më fut në bik? Është i frikshëm, nuk mendoj që do doja ta provoja. Sa ndihmon teatri te kjo lloj adaptim. Kolegët tanë, pse nuk na pyesin shumë gjëra gjatë rreth teatrit, sepse diçka që nuk shet. A do kishe një pyetje për mua? Kur do mbish në emision? Kur dush? Kjo është pak e sigurt. Mirë se vini zonë dhe zotëri dhe një podcast që quhet Shihemi në sy. Me mua Stenaldon dhe me ty Stenaldon. Përshëndetje. Super. Me Stenaldon është kënaqësi që ti në podcast. Stenaldon më the që e kishe podcastin e parë apo jo? Mirë, e kam podcastin e parë. Unë nuk besoj që ka shumë nevojë të të prezantohesh ty, por jam shumë i kënaqur që kam rastin të kem të ftuar. Ermir Hoxha, zotrinj është me mua sot në podcast në episodin tim të parë të një gjëje që edhe unë e provoj të re dhe Ermir e di kur vjen puna ke podcastet, është gjithmonë kjo çështje që është një gjë e stërbër apo jo. Po. Në radh para më lejo të të them një herë e stërbër po varet se si bëhet. Këtu është gjithë çështja. Tani ti mendon thua, "Ok, po bëj një podcast." Po si? Edhe si bëhet ndryshe nga të tjerë. Dhe e di çfarë duhet bëj në këtë podcast, duhet flas me njerëzit pa mendu kamerën dhe mikrofonit. Po. Muhabet siç po bënim bashkë te taksia. Fiks muhabet taksie. Po. Atëherë më lejo të falenderoj, domethënë këto kishe diet që si kemi shumë qef, po do t'i themi se janë të bukura ndonjëherë. Të vlerësoj shumë ti këtë, kështu që. Edhe unë vlerësoj shumë dhe prandaj jam këtu dhe e vlerësoj shumë faktin që si të ftuarin e parë më ke zgjedhur pikërisht mua dhe unë ndihem shumë i vlerësuar dhe uroj të jem një augur i mirë dhe jam gjithmonë augur i mirë kam qenë. Unë jam i bindur. Dhe e kam këmbën e mbar, kështu që a ke me djata? Po ta uroj me shpirt. Unë jam ngjarash, kështu që dhe me të majtën po hyra atë kam këmbën time në bar. Okej. Kështu që e djatë thashë Bestutmis, unë jam ngjarash. Unë të uroj sa më shumë suksese edhe ta bëft Zoti marr, universi marr. Plako të lumt goja. Sa më mirë, siç ta do zemra ty. Të gjitha ardhshin të ty një lloj, edhe kur po flisim për këtë çështje e podcastit që sa natyrshme duhet të jetë, unë mendoj këtë që nëse ti ke një person interesant në bisedë, që një person interesant bisedë është gjithmonë një njerëz që ka një përmbajtje të bukur, të mirë në gjithë kontekstet e veta, atëherë biseda nuk ka nevojë me qenë skriptuar që të jetë e bukur. Pra nuk ka nevojë të shkruash që të jetë e bukur. Po, dhe kjo më pëlqeu shumë se të pyeta pak më parë, domethënë që çfarë do flasim pak a shumë. S'm tha asgjë, nuk më tha asnjë gjë Stenaldon Hilli, ky mizor i mistereve. Shikoj mos më shaj shumë se kush imiton ka një copës. Ka një copës po nga ti. Desha një copës brenda, po nuk do ta themi. Un kam pak Stenaldon brenda me, po. Në ato subjektive. Jo objektivisht. Gjithmonë subjektive, valla të keqet. Edhe besoj që kjo se unë imitoj vetë nga një çik, ti e di. Po unë e di dhe prandaj jemi dhe të ngjashëm. Kjo është ajo që na lidh shumë dhe besoj deri diku edhe shpirti artistik që kemi me. Besoj do një lloj, komplet një lloj. Kur ishim në Big, se tani Bigu është një gjë e pashmangshme mbasi që dalë që andej edhe absolutisht njerëzit të njohin për asaj mua, më njohin për asaj platforme me radhë. Edhe diskutoja me Eugene-in që unë kam pas shumë shok kur ka ardhur në program nga aty, pra nuk është se jemi njohur përpara. Thosha plako kush më imiton më portokalli. Edhe Eugene mendonte dhe nuk i vinte një emër. Po jam shumë kurioz me të bëj një pyetje për veten, dhe më thon si lindi ky roli që ti e interpretove kaq bukur dhe kaq këndshëm dhe që mua më ka dhënë shumë batuta dhe shumë të sheshta. Me shumë vërtetën unë i kam krijuar vetes një lloj presioni, po themi, e ndjej presionin e vazhdueshëm të njerëzit që sidomos kur fillon Bigu, sepse Bigu ishte një lloj shtyse edhe për mua që u shpalosan shumë gjërë në një dritarë shumë të madhe, talentin tim pra në imitim dhe në aktrim, sepse njerëzit e afërt apo edhe një mas, po themi jo shumë e vogël, më njihnin për shkak edhe se kam qenë pjesë e emisionit Kosheria, që ishte emision pikërisht, emision humori, dhe e dinin pra aftësinë time, po themi, po jo në një mas kaq të gjerë, saç ma dha mundësinë Bigu pra me imitimet e mia, që më pas erdhi edhe puna në portokalli.
po thoya që i kam kriju vetes time një lloj presioni sepse njerëzit tani mbas çdo te ky i dyti e ndjeva shumë, duke qenë se pan feedbackun e të parë që un pata 2, 3, 4 personazhe të goditura, than, okay, këto na bësh tani. Në fillim sa po hyn personazhet unë ndoqa me vëmendje dhe do të që nuk kisha ndonjë personazh që ta godisja me të parën përveç Stinës. Stinën thash okay, mund ta imitoj. Dhe besova që Stinë do ishte një personazh që do ecte në Big Brother goxha. Pastaj ndodhi ajo që ndodhi me Stinën, që ai e la shpejt, iku dhe ty të shihja, po e pa ndërgjegjshme, nuk të kam parë kurrë me syrin që të studioj dhe të imitoj. Ka natyrshëm fare. Ka natyrshëm fare dhe nga që më pëlqeje si personazh, domethënë nuk e fsheh, më pëlqeje, domethënë edhe të vlerësoj edhe për gjithë kauzën, jo vetëm kauzën, por edhe për atë që ti çove aty brenda. Këtu i bashkohem Stinës që tha, jeti janë 5 rreshta bosh dhe pastaj janë tjerët. Realisht dhe e çmoj shumë. Duke qenë se të shikoja, të ndiqja mënyra si artikuloje, si analizoje gjërat dhe karakteri jot i veçantë në të folur, prap, ky stereotipi, arketipi që ti ke, më bëri ndoshta në mënyrë të pandërgjeshme, unë deri vonë nuk e dija që do imitoja. Isha tek Stinën e dija që e kisha si personazh. Edhe e ke si personazh. Mirë, po Stina iku. Edhe pse ai bënin çik kështu ai, po jo po se s'më bën mirë, po. Ja se do flas. Doli domethënë Stina nga radari sepse Bigu në Portokalli, Big Portokallia është shumë e fokusuar tek aktualiteti dhe ajo që ndodh. Sigurisht. Mund të sjellësh personazhe të kështu fiction me situata që të krijohen nga tek ekskursit, por do të ketë një farë relacion me të vërtetën brenda Bigut patjetër. Dhe ndërkohë na thot Iliri, regjizori, thot të gjithë jeni në audicion se këtë do të bëni. Dhe unë deri vonë isha për Rogertin. Okej. Se thash okay, ishte personazh në Big, por kisha disa avantazhe për sa i përket fizikut. Po. Domethënë do të ishte shumë e vështirë me një mask, pavarësisht se ne kemi mjeshtrin. Shumë i gjatë ai, shumë i gjatë. Po, pavarësisht se kemi mjeshtrin Mond Laku atje që na grimon më së miri. Prap mendova si diçka e sforcuar, se mua do më duhej përveçse i gjatë, se gjatësia okay, në kamerë kamuflohet, por do më duhej të bësh ka më gjatësi, në fakt e kisha për këtë tjetër, e kisha për diferencën në peshë mes i dy, ëh. Po, edhe diferenca në peshë ishte diçka që unë do duhej të vishesha me ato sfungjerët me kështu, dhe do ishte diçka që e sforcuar. Dhe rrugës për në makinë, të betohem kështu më ka lind personazhi jot, tash. Ka mund të imitoj unë atje. Po se provoj njerëz të Naldo. Dhe isha duke ikë për në audicion, që do bënin gjithë aktorët audicion. Ne në mbledhje hodhëm disa emra që mund të imitonin, pra unë jam te kjo është procesi i punës. Po themi Stenaldo, Rogert, Stina. Ishin emrat e mi. Dhe thash, pse se provoj njerëz Stenaldon? Dhe për Stenaldon ishte Davis Muslymi, domethënë ishte Davisi po. Që shihej, domethënë nga regjizori dhe nga vetë Davi që mund donte ta provonte. Dhe kur kam marrë rrugës, Iliri pothuajse e kishte ndarë që unë do isha Rogerti dhe Davi do ishte Stenaldo. Okej. Po kur kam marrë rrugës, ishte hera e parë të betohem, nuk e kisha provuar. Ishte hera e parë që unë provoj duke ecë rrugës makinë me veten time Stenaldo, dhe thash, "Atëherë përshëndetje, i dashur, unë fillova të flisja si ty, domethënë, dhe instinktivisht, siç isha në makinë duke idhur makinës, unë mora pozicionin e trupit tënd. Domethënë, kuptova që i roli ishte dhe unë mora pozicionin e trupit. Shpresoj sy ti ka marrë hava akoma. Ushtrova plastikisht. Po hapse isha duke idhur makinës. Po këtë merak. Dhe ushtrova plastikisht dhe nga aty në atë moment kam hap krahun në makinë, kam nxjerr telefonin, e kam hap tek regjistrimet dhe fillova të regjistroja personazhin. Dhe u futa në zyrë tek Iliri, pastaj i thash ore, këtu Rogertin e bëra Rogertin. Me këta, veshi me këto që kishte ai të egzageruar atëherë, këto britmat kryesisht, dhe okay, e kem mirë, më tha. Në moment që provoj personazhin tënd, u ula në karrige, se Rogertin po e bëj në këmbë. Kur bëra personazhin tënd, u ula në karrige, mora karrigen dhe ula dhe vura pozicionin e duarve dhe buzën, edhe këto gjërat që i pa folur fare, ai qeshi. Iliri qeshi, unë s'fola fare dhe qeshi. Kur hapa dhe gojën pasaj, mi ndryshove planet, tha se kisha menu, tha tjetër kënd, kisha menu Davin se ndoshta i vjen më mirë. Edhe si mask, tha, dhe imitimin e ka, tha, dhe ai. Dhe aty pra u vendos që Iliri e vulosi që unë do kisha Stenalin, tha, e ke 10, tha, si imitim, kështu që
Me vërtet mund të kesh personazhe të tjerë që mund të esin ndoshta ose nuk e di se si mund të jetë ajo rrugtimi i tyre si mund të jetë, por unë tha të shoh vetëm te Stenaldo dhe kështu vendos që unë të isha Stenaldo i Big Portokalli. Jam i nderuar shumë, përpërqen, e di, e kam herën e parë që unë të shijat më imitoje, si me thënë, ishte kur këta në Big vendosën të transmetonin një copë fragmenti nga Portokallia për disa që kishin fituar një sfidë. Edhe unë tani kështu si një mace futem aty poshtë një perde nga jashtë. Ti ishe te perde, e mbaj mend atë skenën, po, dhe unë isha shumë kurioz aty. Ajo ka qenë nga gjërat që e kam ndjekur me shumë kuriozitet, sepse doja të shikoja reagimin tuaj dhe tëndin veçanërisht. Por ishte diçka që ju nuk mund ta shihni, dhe shihnin vetëm ata që kishin fituar sfidën, mos gaboj. Eksakt kështu ishte dhe unë hapa çika të xhamin nga jashtë, atë derën, si më kujtohet atë dera e Bigut sot. Ka ecë shumë shpejt aventura. Po kur e dëgjove, çfarë mendove? Më pëlqeu shumë edhe tha, e gjëja e parë që thash, më imitoi më mirë kur japën nerva. Se ishte një moment aty që ti po imitoje, nuk e di se ç'bëja, më duket se hapja dasmën e Selin dhe Gim, se një gjë kështu. Dhe që një moment me mua me ton unë me tonë më të larta se s'kam folur në atë shtëpi, nuk kam fol kurrë. Edhe prapë jam konsideruar i qetë nga një pjesë e mirë e publikut. Po, konsideruar i qetë se tonët ishin shumë të larta. Tonët ishin të larta. E mbaj mend reagimin e Mirit, se Miri ishte një nga personazhet që po e ndiqte afër dhe që ka qenë nga fituesit e po. Dhe Miri më tha, kur e takova më mbrapa, tha mendova që do më imitoje ti, se kemi pas një njofje edhe nga jashtë. Dhe më tha mendova që do ishte ti, po dhe Stenaldo tha e ke qa. Po ishte shumë. Mirë e tentova pak në rrjetet sociale, po mua më duhej personazh shumë i vështirë për të imituar. Për të po kur të kam bërë ty, domethënë ka qenë një nga imitimet që e kam shijuar dhe e kam thënë në intervista, se mos duket sikur po ta them këtu në sy ty. Edhe si është ajo shifemi në sy. Domethënë ka qenë një nga imitimet e mia që unë e konsideroj nga më të mirat dhe që e kam shijuar shumë. Sa ndihmon teatri te kjo lloj adaptability, si u ta themi, te ky lloj përshtatshmërie në role, se sigurisht Portokallia është humor, patjetër që është, besoj unë, skenë është ajo. Skenë është ndryshe nga teatri, sigurisht është ndryshe nga teatri, po besoj që brumi është atje apo jo. Në radhë parë, faleminderit një herë që e drejtove bisedën në këtë lloj. Unë kam shumë qejf teatrit. Drejtimi, sepse me thënë vërtetën në çdo intervistë unë e kuptoj shumë mirë pse nuk kolegët tanë, pse nuk na pyesin shumë gjëra gjatë rreth teatrit, sepse është diçka që nuk shet. Dhe është gabim që nuk shet. Po, dhe çfarë shet ne jemi mësu me jetu vetëm atë që shet. Ne nuk jena mësu me kriju diçka të re që shet. Po teatri me vërtet mund mos shesi sot. Po ama nuk është një flak kashte që ndizet tani shuhet. Ajo është arti që ka 5000 vite të paktën e dokumentuar që funksionon më së miri. Kështu që është arti i vërtetës, sepse gjithmonë thonë që aktori luan rolin, po aktori në fakt nuk luan rolin, nuk gënjen askënd. Aktori në teatr thot vetëm të vërtetat. Dhe përsa i përket kthehemi te pyetja, përsa i përket lidhjes sa të ndihmon, sigurisht ne atje jemi kryesisht gjithë aktor me shkollë që kemi kaluar nga akademia në Portokalli dhe absolutisht teatri është baza. Ne kemi zhvilluar një shkollë teatri të gjithë dhe qoftë një shfaqje 1 orë e gjysmë, qoftë një sketch 5-6 minuta që ne kemi në Portokalli, është e njëjta strukturë e Aristotelit që ne kemi studiuar që në akademi, pra me fillimin, me zhvillimin, me ngjarje kulmore, me zgjidhjen, pra është një formulë që përsa, siç e thash edhe më parë ka ekzistuar rreth 5000 vite më para, do vazhdoj të ekzistojë. Për sa i përket imitimit, pastaj imitimi është diçka që mendoj që është dhe e lindur. Sigurisht. Dhe talenti im që në moshë shumë të herët këtu ka spikatur tek imitimi, unë kam qenë gjithmonë ai personazhi që imitoja këdo në lagje, imitoja këdo kur shkoja tek halla me pushime në Vlorë, imitoja këdo në klasë, në shkollë, dhe këtu ka spikatur aftësia ime interpretative, por sigurisht kam qenë i prirur dhe tek drama dhe një aktor që imiton, mendoj unë, dhe në teatr ka shumë aftësi për sa i përket ka bonuse, po themi, sepse nëse unë i fus një element të Stenaldos, të qëndrimin e Stenaldos, një personazhi, që unë kam aftësi ta bëj, zërin e dikujt tjetër, vështrimin e dikujt tjetër, kompletohet figura së jashtëmi, e cila të ndihmon shumë, përsa është një proces që ecën paralel dhe me të brendshme, me analizën. Dhe
kjo është diçka që është bonus që ma ka dhënë Zoti, po themi, por dhe e kam kultivuar nëpërmjet teatrit dhe studimit. Dhe më përpara me se unë personazhet i kapja instinktivisht, pra kishte shumë personazhe intuitiv që më vinin vet. Sot shkolla mua më ka mësuar që ta studioj një karakter, edhe atë që intuita nuk më thotë që mund ta imitoj apo ta luaj. Shkolla ma ka mësuar këtë lloj gjëje, kështu që ato ecim përballë. Ecim paralel vërtet, edhe unë besoj që ne nuk mund të harrojmë se çfarë bën një artist mirë. Pavarësisht faktit që kemi shkuar në një botë të frikshme shpejtësie, ku ndonjëherë kvaliteti nuk qëndron më si dikur, dhe unë mendoj që pruret si puna jote Ermir, pa të kthyer asnjë lloj komplimenti fare, edhe disa kolegë të shkëlqyer që ti ke janë bërë sot shumë më të rralla se sa dikur. Edhe në sens humori, por edhe në aftësitë e tyre si imitative, si aktoreske, domethënë ka një far humbje. Ndoshta dallohet në gjitha drejtimet, dallohet në aktrim, dallohet edhe në futboll, dallohet edhe në muzikë. Ja pastaj këtu mbrapa, pastaj janë infrastrukturat që do mendoj unë, të gjitha scenariot, investimi, infrastruktura, se sa derdhet, sa dëshirë ka instancat apo qoftë njerëzit që ta bëjnë, se du ta kthej muhabetin në politik, po për sa i përket talentit nuk mungon. Nuk mendoj që sot është më i rrallë se dikur. Përkundrazi. Por ti mendon që nuk ka mundësi për të shpërfaqur si dikur? S'ka mundësi, ti shikoj që unë i pari, prindit e mi nuk kanë qenë pro, domethënë që unë të bëhesh aktor. Ti shikoj. Sepse shikojnë se një gjë pa perspektivë të madhe. Po, diçka pa perspektivë, që unë nuk mendoj se është. Po bëva biri hidraulika aty, rregulla lavatriçe në Thomajt atje ka. Po foto berbera gjithmonë të qetë njerëz. Ashtu do rrish, ti po jo, ka po jo, s'ka, po jo të japim, po jo s'të japim. Ikër tutje. Po, dhe edhe s'kan faj. Në një kuptim nuk kanë faj, në një kuptim ndoshta pengojnë, por në një kuptim nuk kanë faj. Por seriozisht unë jam nga ata që e them me zë të lartë që sot nuk mendoj që ka më pak talente. Absolutisht unë mendoj që sot ka aq, mos themi edhe më shumë talente se dikur. Po çfarë nuk shkon me këtë sistem? Po nuk shkon se dikur ti kishe për shembull që unë se kam jetuar atë kohë, mos bëjmë, po kemi parë filma, ta kanë fol pedagogët, na kanë fol prindrit të afërmit që ti ke patur një strukturë që në mos themi klasë parë, po që në çerdhe ka qenë çdo gjë e mirë strukturuar, po themi që spikaste talente në fusha të ndryshme. Aty kishte aktivitete edhe për atë që nuk i kishte qef matematikën, edhe për atë që nuk i kishte qef fizikulturën, kishte pallat pioneri, kishte skena, e mbaj mend në kohën time, ne bëjmë kompeticione me shkolla që sot pyes nipin tim, që është 15 vjeç, janë zhdukur. Kompeticionet e futbollit që bëjnë ndeshjet me klasa, me shkolla, nuk janë më. Ka një rënje të përbotshme Ermir në këtë drejtim. Po unë mendoj që këto gjëra të ndihmonin që ti të shpërfaqesh talentin. Po unë vet aty ta thash, unë vet. Por edhe fitoi besimin, ë? Fitoi besimin që ti ishe dikush që vlen dhe dikush që mund të bësh nëpërmjet aftësive tua diçka të rrallë dhe kompeticioni i shëndetshëm. Që ne kemi humbur. Ne kemi humbur kompeticionin e shëndetshëm. Dhe normalisht politika, ti mendon politikën tonë, mendon protestat që bëhen, sfundi unë vetë jam munduar t'i ndjek, jam munduar dhe t'jem pjesë e tyre, pavarësisht konfuzionit që qëndron, por në fund fare ti kupton këtë, që ne nuk mund të presim gjithmonë të ngrihemi mbasi është mbushur kupa. Se kur mbushet kupa, gjërat kanë kaluar çdo cak. Dhe kur mbushet kupa, derdhja e asaj kupe që është mbushur ka pasoja të rënda, ka pasoja të rënda në shtet, ka pasoja të rënda në mirëqenien civile, ka pasoja të rënda në proceset që e shtin vendin përpara, dhe ne e kemi këtë thresholdin, këtë limitin e durimit të jashtëzakonshëm kur të tjerët na bëjnë keq. Unë mendoj që kjo është një fenomen, ky është një fenomen interesant i jetuarit në Shqipëri. E durojmë të keqen e tjetrit pambarimisht. Ama po na pa dikush stremat. Aty pastaj fillon. Ose po të ngërvisi çik pasqyrë. Aty fillon problemi. Dhe sidomos nëse ky të ka ngërvish pasqyrën është pak më i dobët se ti. Për shembull, ti ke një X5, ky ka një X1, a kupton? Aty ti direkt gjeve në futu. A di çfarë të bëjmë? A di çfarë të bëjmë, apo të shkatërrojmë, apo të mysmë, apo të vrasmë? Po s'ke shans më. Po fikso, aty do ta mbyllim jetën te një gërvisje makine. Po gjithmonë. Ndërkohë që kur vjen puna te ata, cilët e dominojnë këtë vend prej dekadash, në mënyrën më të pafytyrë të mundshme, ne presim që të çohemi në këmbë mbasi të jetë mbushur, të mbushur çdo gjë. Dhe besoj që ky realitet nuk është vetëm i politikës, është një realitet që e ka përpir Shqipërinë në të gjitha dimensionet. E ka përpir në media, e ka përpir në hierarki në përgjithësi. Ti nuk ja del dot duke qenë vetëm një person që ke kapacitet të ofrosh diçka këtij vendi. Duhet të mbushësh mendjen tjetrit që aftësia jote në fakt, nëse e ke, pra nuk po diskutojmë tani që po themi që aftësia është apo jo. E marrim të mirëqenien që aftësia është, ti pra do të më mbush mendjen tjetrit që ore
shet në këtë vend edhe kur do në botë. Është më thjesht kur si e jaft. Është shumë e thjesht kur si jaft, vërtet. Dhe kjo është gënjyse. Ndërkohë ti do t'i mbushësh mendjen personit që po bën punën bashkë me ty, që dëgjoj, edhe të qenit një person që nuk e sherrin në fokus, nuk e intrigën në fokus, nuk të lë pashitur. Pra ti mund të çash përpara me talent, se bota deri këtu kështu ka ardhur. Edhe ne kemi ndërtu, domethënë ne jemi të çuditshëm. Ne e nisim Big Brotherin kur fillon Big Brotheri dhe e mbarojmë Big Brotherin kur fillon Big Brotheri tjetër. Domethënë spektakli është i bukur. Unë prandaj të thash, të falenderova që ti ma drejtoi bisedën edhe pak të teatrit, sepse realisht nuk është se flitet shumë dhe e kuptoj edhe pse, se e thash në fillim, por unë jam një aktor, përveç se jemi tuz të aktor i kabaretit edhe i komedisë. Jam një aktor që kam 20 premiera në teatr, që për moshën time nuk jam pak. Ke 20 premiera në teatr dhe je edhe pjesë tani nëse s'ka bëjën e Petro Marcos në Vlorë? Po, jam pjesë e teatrit Petro Marcos. Po pse në Vlorë dhe jo në Tiranë? Megjithë faktin, duke konsideruar faktin që ti ke origjinën që apo e kam gabim. Po jo, origjina ndeka, në Vlorë, jam çun Vlorë, po pavarësisht ja, mano, nuk dallon fare atë. Djalë Vlorë vlla. Nuk e di pse nuk e gjej atë që. Jo, po s'dallon se më ka zbut Tiranë, jam mirë, se kam lindur këtu. Jam lindur dhe rritur në Tiranë. Po më thuaj kot pastaj. Po nuk je nga brenda në Vlorë. Po çfarë thua, po të dy prind në Vlorë ai kam, po ky. A bash herë ti? Po lëse ika. Aty është damari, aty më thonë nga sport pak. Ngelet, po. Dhe realisht unë nuk është se nuk jam i lumtur që jam pjesë e teatrit Petro Marcos, sepse siç e nisa profesori im në Akademinë e Arteve thoshte që skena e teatrit është skenë, thoshte, si në Tiranë, si në Lushnjë, si në Fier, si në Vlorë. Ashtu është edhe në Lushnjë. Ashtu është edhe në Lushnjë. Pavarësisht i përdorin skenat, i përdorin më shumë për të bërë mitingje, partie. Po mirë, se do rrim dar pa Boxhanak, se ke ngelur ti pa Boxhanak, ika tutje. Ika se si ai gjati po ik tutje. Por fakti tani që kjo që ti po e thu me ironi dhe e ka shumë bukur që duhet të kesh një Boxhanak, është një fenomen që për fatin e keq ndodh, por nuk duhet t'ja lë fajin vetëm kësaj. Domethënë është sistemi shumë i gjerë që jo, sigurisht, domethënë funksionon. Dhe unë nuk pavarësisht se shkoj me qejf dhe e jap kontributin tim në Vlorë dhe jam shumë krenar dhe e them pothuajse në çdo intervistë që jam aktor i trupës së Petro Marcos, sepse duhet funksionojë teatri jo vetëm në Tiranë, por duke qenë se jam këtu, jetën time e kam ndërtuar këtu nga në një farë mënyrë jam edhe nga halli atje skenal, do të jemi kështu të drejtë për drejtë. Domethënë sepse është pak e vështirë domethënë këtu për shkak të Boxhanak të zonën, aq Boxhanak i kemi, aq Boxhanak ishin, s'ka më. Edhe Boxhanakët që ne i kanë të ndenjura të mëdha, zot nga 7 karrige, nuk është shumë me 1 me 2, avash xhikdi. Kështu që të gjesh Boxhanak, po a ka Boxhanaku karrige të lirë për ty, a s'ka, varet si ke raportet. Kështu sikur jemi atje në Vlorë dhe hase ke vendin e sigurt, dhe atje di si është. E di çfarë lufti është edhe atje. E di që është e diun. Po çfarë vjen a luftesh edhe në Ndërnana, ku ka shtëpi të gjyshi im, jo me ku thua ti, xhabet, kush të lere, kush të hap rrugë. Jo. E di çfarë mendoj Ermir ndër gjitha këto gjërat tipike të Shqipërisë, i vë pesh asaj që ti the, edhe këtë e them edhe për ata që e shohin dhe dëgjojnë podcastin, që kur se si fajin nuk e ka vetëm një faktor. E vërtet. Unë jam fan i madh shumë i aviacionit, edhe nuk di sa do. Aman të keqen vetëm avionit mos i jep, se te makinat ta tolerojnë deri te makina. Se mos të mbushet mendja të japësh avionit, të keqen valla. Kam patur ca eksperjenca shumë të bukura. Dhe aty, po pa u ngritur në qiell akoma. Okej. Edhe ulem dhe shoh shpesh dokumentar të incidenteve të njohura të kësaj fushë të aviacionit. Dhe i shoh sepse ata kanë një qasje shumë të veçantë në studimin e tyre. Ata kur nuk vendosin peshën te kush e ka fajin, por vendosin peshën si ta zgjidhim dhe të sigurohemi që kjo nuk ripërsëritet prapë. Sa bukur. Dhe shin çka këndvështrimi e ke kapur. Po, realisht është një nga gjërat që mua më impresionon më së tepërmi. Asnjë defekt nuk konsiderohet si faji i dikujt. Konsiderohet si një gabim njerëzor që ndodh. Ne nuk flasim tani kur ti e bën me qëllim këtë gabim që të dëmtosh jetën e tjetrit, po flasim për atë që është e natyrshme. Njeriu ka bën. Kjo mundësi Naldo çka ka sjell që të jetë udhtimi më i sigurt me avion, të ketë më pak aksidente. Gjithnjë dhe më i sigurt. Gjithnjë dhe më i sigurt dhe gjithnjë dhe më i aksidente se çdo udhtim me çdo lloj mjeti tjetër alternativ. Total. Ermir tani je duke u marr përveç Portokallis që ka pauzën e vet me çfarë? Atëherë unë i dash për sa kohë ti mua morën në telefon sot mëngjes. Edhe më the, ku je ti mua? Unë thash jam radio. Edhe unë të futa live ty, por unë
duke padur dashamirësinë dhe të gjithë mirëkuptimin tënd, duhet të kisha, të thash jam live në transmetim dhe ti e vlerësoj këtë gjë. Patjetër. Pra, përveç tjerash, siç ke ditë podcastin tënd, un kam një emision tim në radio në Paper Radio. Okej. Ku është emisioni i mëngjesit që quhet Flet Mëngjesi. Nice. Dhe përbëhet nga 4 persona dhe ka një Shu flet mëngjesi, flet apo flet faqe? Është me dy kuptime. Sepse quhet radioja quhet Paper. Yes. Dhe emrin e kam vënë unë të emisionit. Radio quhet Paper dhe unë kam vënë Flet Mëngjesi është me apostrof. Edhe Flet Mëngjesi, që flet në si flasim. Ja. Dhe por dhe faqe, letër. Fletë, pra kalon një flet mëngjesi, kaloi fleta tjetër. Pra super. Në këtë lloj sensi e kemi dhe ajo ka një risi si një të re, se më pëlqen shumë kjo fjala e futur rishta si risi. Ka që është një radio që dëgohet njëkohësisht nga Prishtina deri në Ksamil. Dhe emisioni ne jemi 4 moderatorë. Mbar kombëtare, si më thënë. Është kombëtare, le ta quajmë se Kosova kombi jonë, po. Dhe emisioni jonë është për 4 personash, dhe 2 jemi në Tiranë, 2 jemi në studio në Prishtinë dhe lidhja është direkte dhe duket sikur jemi në të njëjtën studio. Domethënë kjo është një nga gjërat më të bukura që ka kjo radio në cilën punoj dhe ishte një punë Stenaldo që nuk e dija që mundet ta bëja punë në radio. Ti je njohur si mirë radio, se ti ke punuar në Top Albania. Po, patjetër. Dhe nuk e dija që do ta dashuroja kaq shumë punën në radio. Po kjo është ajo që ne na lidh të dyve bashkë, që ca gjëra janë absolutisht të ndara mes dy njerëzve që dinë të imitojnë njëri. Unë nuk të imitoj xhanën, po ti mua në këtë rast. Ti mund të më imitosh, po jam i bindur. Kam një pyetje kështu direkte për ty. Do ngacmojnë çik fare dhe ti un kam patur gjithmonë një qasje me të ftuar edhe kur isha në radio që ku nuk do të vjen në pozita dhe ruhesha gjithmonë në këtë drejtim. Po do t'i bëj ca pyetje kështu një çik ngacmuese. E para herë ke menduar më u fut në Big? Shiko, instinktivisht shkon mendja atje, por unë e cilësoj një eksperiencë që nuk është ndoshta për mua, sepse është pak e dhunshme si eksperiencë, është shumë e dhunshme. Ke mësuar nga dhe mua, jo, realisht perceptive kam patur që të Big nishin. Është eksperiencë që ka. Dhe është presion të jashtëzakonshëm. Është eksperiencë e dhunshme dhe mua dhuna nuk është se më pëlqen në vetvete, domethënë. Pavarësisht se qeni shkopi nuk ma ha. Ja, ashtu ndjem edhe unë totalisht, ashtu ndjem edhe unë që ja dal, por ama nuk është ajo mënyra ime tjetore. Po, dhe është pak e dhunshme dhe me çka ndjekur Big unë jam fan i atij lloj formati sepse e shoh tamam në atë sytë që ata persona që e kanë shpikur atë lloj formati e kanë parë nga vrima Chelsea, pra si funksionon vrima e Chelsea-t, domethënë dhe njeriu si një lloj, le ta quajmë kavje në thonjza. Në disa rrethana si përshtatet, pra një lloj Squid Game-i. Ja, është një Squid Game. Dhe më pëlqen si format, por duke qenë se ka vite tani që po bëhet, besoj që duke ardhur dhe duke u bërë të njëjtat gjëra, ndoshta është bërë pak i parashikueshëm me publiku, ndoshta është ngopur dhe nuk ke çaj pret më dhe po ta vësh re përfitimet janë se ai është një dritare shumë e madhe. Sigurisht. Plus edhe Top Channel është një televizion, një dritare shumë e madhe, fantastike që e reklamon më së miri atë lloj produkti, por është i frikshëm, nuk mendoj që do doja ta provoja. Pavarësisht se më josh ideja për ta vënë veten një herë. Unë të them këtë, që nëse ti provon Big Brotherin, unë do të imitoj në portokalli. Jam i bindur. Do të imitoj në portokalli me do e mos, o të kthejon ty borxhin o s'ka. E di, po të them një gjë nga eksperjenca, se ti fole pak për këtë, e para të krijon perspektiva dhe e dyta është bërë repetativ, pra njerëzit e dinë se çfarë pritet nga programi dhe në fakt dhe është një telenovel, unë e di që njerëzit sepse duke studiuar dramën, unë e di se çfarë pëlqen, se themi pse ecin gjithmonë çiftet. Sepse njeriu ka nevojë për telenovelën. Çfarë do ndodhi, serinë radhës. Është vetë natyra njerëzore, qenia njerëzore. Po më që folën për çiftet. Mes dy çifteve që u krijuan në Big këtë vit, Celine Gimbo dhe Matteo me Brikenën. Kush është dukur ty më pak telenovelik? Më pak. Po. Pra më i vërtet. Më i vërtet. Po, Celine Gimbo. E kemi ndajmë këtë opinion totalisht. Po. Ndajmë këtë opinion. Edhe mua më janë dukur të dy dhe kanë thënë shpesh edhe në Big. Dhe kanë një lloj kimie, një lloj gjë. Unë në momentin po punoj në Top Arena
Si shkon aty? Gjatë fundjavës jam i ftuar me personazhe të ndryshme që i sjell, që zbulimi i Top Arenës ka qenë personazhi Donald Trump, të cilin e kam sjell së fundmi. I would like to tell. Of course, yeah, I like it so much. You're a good guy, Sterando, you're a good guy. Ti je dhe president dhe unë të respektoj, por janë ca gjëra që duhet t'i dish që ne edhe prej protestës prap punojmë, prap luftojmë. I'm telling you something that you have to mbarosh fare atë protestën. Okay? Dhe mos guxo të më shash më mua drejt për drejt. Okay, you know? Unë nuk kam sharë, po tani... You're a good guy, that's why, you're a good guy. You're a good guy. Okej, domethënë ky ka qenë dhe jam atje, desha të dilja tek Brikena dhe Mateo, që punoj me ta pak përcipta, se nuk është se kam shumë kontakt. Okej. Me thënë të vërtetën, dhe janë nuk është se janë të këqij, kanë energji të mirë veç e veç. Po bash nuk e di pse si shoh dot. Se kuptoj pse. Po sepse patjetër kanë, edhe unë i kam parë gjithmonë se dy personazhe që nuk kanë edhe aq lidhje me njëri tjetrin. Nëse unë s'du të bëj koment për Top Arenën, por po pse s'do të bësh koment? Jo, nuk do të bëj koment për Top Arenën se si program sportiv më zhgënjen pambarimisht. Ama herë tash. S'është keq, më le tani. Ai është një show i gjerë. Ky është mendimi im. Ky është, unë e di që ti mund të mos zakurcohesh me mua në gjëra. Është e drejtë total. Nuk më pëlqen që më kundërshton Stenaldo. Dole. Jo, s'ke fajti se nëse. Megjithatë, patjetër që është një show që shkon për te, por më gjithë përfshirës. Domethënë ato figurat e sportit që ka pas, që atëherë që ne i kemi ndjekur, siç është Red Jupi, Gzim Sinemati. I keni, e di. Janë akoma atje. E di që i keni. Megjithatë, Ervin Fakaj, I love his surname. e kanë What the fuck is happening? Tani, total. Kështu që ka, nëse kjo është opinioni jot, nuk di çfarë të them atje. Jo, komplet që po. Opinioni im edhe në fund fare njerëzit kanë një telekomandë dorë, shohin ç'do duan. Kjo është e bukur e lirisë ku ne jetojmë sot. A do kishe i pyetje për mua? Duke qenë që ti më ke... Kur do më vish në emision? Kur vish më, kjo është pak për sigurt. Gjatë kam ardhë kështu në parim. Po, më ke ardhë, se sot patëm i telefonat, që të futa live atje. Kam bërë ca parashikimet frikshme, po të shohim se do na çojnë. Po, le të shohim si do na dalin parashikimet. Bëri dhe Shaku një pyetje për ty, kur dona... Shako. I bëri dhe Shaku një dy parashikime. Shiko, Shakon, po. Një gjë që mua më bën shumë përshtypje, sepse siç e the ti dhe personazhet që ne imitojmë apo që rolet që ne luajmë kanë shumë nga ne, dhe jemi ne që luajmë rolet. Dhe mua një gjë interesante që më duket është fakti që të dy imitojmë Shako Hoxhën, por ti e ke kapur në atë pjesën e qet, por ti e ke këtu, ka kap topin, e mirë, e ke kap kjo pjesa këtu. Kurse unë e kap gjithmonë te pjesa që ai shpërthen, që thotë, "Ho, çfarë ka bërë?" Ndoshta ky është temperamenti jon, prandaj ne e kapim, pra ti ai i qet e kap një personazh që shikon tek ana e tij e qet, unë shikoj tek ana shpërthyese. Kjo është analiza që i kam bërë unë, nuk e di se po vija e mendova këtë gjë. E ka dhe unë mendoj që ka ndodhur njëjta gjë edhe me mua në Big. Pra ne pa. Ku shkoj more? Ha? Okej. Vëre kufja. Është në Afrika sa vendohet dashur Big. Është aty. Ore, ju nga kufja keni ndonjë gjë për të na thënë apo kod për bank? Jo se s'po e kam dhaj shkot. Se çfarë thot? Kemi kaluar minutazhin thot. Po kështu. Tani na doni këtu tani, dashni minutazh. Unë që mendoja se ishte shumë minutazh, do flisim shumë gjatë. Ndërkohë mirë ka avionin për të kapë. Shiko, po. Se shqyr erdhën pushimet më në fund. Erdhën. Që një javë është më pa. Ne mos flasim për këto halle. Le hallet. Por me sa duket Ronaldo, jemi në gjysmë të bisedës. Po. Sepse bisedën tjetër do ta vazhdojmë te emisioni im. U kry. Kjo është pak më sigurt. Okej. Mirë Hoxha isha sot në studio përpara sa mbyllë bëj dhe i batut tjetër. Me Stenaldo Hillin jemi këtu një djalosh fantastik i cili me rrofeshat ka hapur një emision që quhet Shihemi në sy. Çu është?
Kështu është. Shemi ty në Trio Podcast. Çfarë ka bërë? There we go. Çfarë ka bërë Stenado Milli? Është per kështu që të kisha studio edhe që pata kënaqësinë të hapem me ty programin. Ermir. Du fort ta. Shumë kënaqësi dhe për mua, e vlerësoj, siç e thash edhe në hyrjet e emisionit, dhe të uroj shumë suksese sepse i meriton Stenado. Faleminderit shumë faleminderit. Ky është edhe episodi i parë i Shihemi në Sy, një podcast që ne do mundohemi ta bëjmë sa më të bukur për të gjithë ju, edhe do të kemi personazhe interesant vazhdimisht. Interesant është fjala që nuk i definon, në fakt se është më e pakta e personazhe që ne do kemi të ftuar në studio për të bërë biseda nga më të ndryshmet. Ju dua fort të gjithëve, faleminderit që vendoset më ndiqni, nëse mund ta them kështu. Dhe çdo suporti juaj vlen shumë, edhe ne si artist, gazetar, këngëtar, çdo lloj figurash publike qofshim, besoj Ermiri me mua dakordsohet, jetojmë për ju.